Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mënduar me rrëfimin e pejgamberit të njohur Yahya alayhi salam, i cili ka marrë disa porosi nga Allahu i mënduar dhe është obliguar që ai të punon me këto porosi dhe këto porosi t'u përcjell njerëzve që ata të punojnë me to. Kemi përmendur se Yahya alayhi salam i ka mbledh njerëz në xhami dhe kemi folë për rëndësinë e xhamisë dhe kontributin që jap xhamia në vazhdimsi për të mirën e njerëzve, për të mësuar, edukuar, afruar mes veti e shumë çështje që kanë të bëjnë me jetën e njerëzit. Pasi i ka mbledh Yahya alayhi salam njerëzit në xhami, i urdhëtua atyre me këto fjalë. Allahu i manduar më ka obliguar me 5 fjalë, 5 këshilla që të punoj me to dhe të mësoj juve që ju të punoni me to. Dhe me thonë, këshillat nuk janë thjesht ligjërat, këshillat nuk janë thjesht veç muhabet, por janë përgjithësi. Janë detyrim që e njeri i merr me vetë në vete që të punon mbi bazën e asaj që ka mësuar Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj kemi thënë atë në fillim se na duhet të marrim mësimet e Allahut shumë seriozisht. Kur Allahu xhalla wala na urdhëron diçka ose Allahu ndalon nga diçka, besimtari këtë udhëzim të Allahut e merr shumë seriozisht. E nga serioziteti është me kuptu drejt dhe me e zbatu me njëherë. Nuk është serioze të ndërru vëllezër që me dëgjuni urdhën të Allahut, me dëgjuni ndalesë që Allahu e ka ndaluar, e pastaj me shty zbatimin. Ka kohë, nuk më njëherë, kam dërmen, kismet, kjo është padyshim një qasje jo serioze. Në raport me Allahun nuk duhet me qenë jo serioze. Nëse çështja është madhore, çështja është serioze. Nuk ka për besimtarin diçka më serioze se besimin në Allahun dhe adhurimin dhe Allahut mënduar. E kur u ka përcjell këtë Yahya alayhi salam që t'i marrin këto punë me seriozitet, edhe t'i kuptojnë drejt edhe të punojnë me to, kaloj pastaj në udhëzime që ja ka dhënë Allahu xhalla wala. Çka e ka mësuar Allahu xhalla wala Yahya alayhi salam? Yahya alayhi salam i ka thonë popullit vet: Allahu më ka urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun dhe mos t'i bëj shok në adhurim. Kjo këshilla e parë, këshilla më e madhore që kjo. Allahun me adhuru dhe mos me i bëj shok Allahut në adhurim. E pastaj për me kuptu ata më drejt, më mirë këtë çështje, u ka sjellë një shembull. Nga se njëri nga njëre dosane mund t'i ketë larg kuptimit. E me një shembull nga jeta praktike i afrohet. Zakonisht i kuptojmë senet shumë më mirë kur neve na ndodhin. Me po më ndodh dikujt atje, kallaj themi dikujt bën sabër, bën kështu kallaja, më kur ty të bjen, është që situata nuk është bash e lehtë. Andaj njeriu mos leti e ka me kthy çështjen në vetën e tij, në jetën e tij, e pastaj me kuptu se sa është kjo punë serioze dhe si duhet të me kuptu. Prandaj ka thonë Allahu më ka obliguar mua dhe juve që vetëm Allahun me adhuru dhe atij shok mos me bën adhurim. Nga sa ai nuk ka shok, Allahu nuk ka rival, nuk ka ortak, ai është një i vetëm, nuk i ngjan atij askush dhe askujt nuk i takon adhurimi pas tij. E për këtë pasaj ka sill shembull, cilë është shembulli? Ka thonë shembulli i kësaj këshille është sikurse shembulli i ndokujt për juve, secili për juve, apo i cili e ka marrë një agat edhe ka pagu mirë pe i parave të veta halal, mirë e ka pagu, edhe i ka thonë kjo është prona jam, që këtu e kom shpinë, këtu e kom tokën. Puna edhe krejt që ka del për kësaj mi bjen mu.
domthon edhe tokën, edhe marrun shtëpinë, përballë, domthon normalisht se unë tash të ku marr edhe punëtori, shëptori apo robi në atë kohë punon në arrën e këtij, me pagën e këtij, me mundin e këtij, me ushqimin e këtij, me kujdesin e këtij, krejt ky kujdes për të, e ky çka bën? Krejt ato çka fiton nga prona e këtij ja çon dikujt tjetër. Thotë, cili për ju është i kënaqur që kështu më ndodh? Pra kësha pas qefti me pas një dyqan, edhe ke investu, edhe dëmon e ke ma një punëtor, e ke dhënë rogën shumë ma shumë se kush do koftë të me pagu, ja ke plecu krejt kushtet, i ke thonë që ku ki edhe shpinë me banu, që ku ki edhe ushqimin, që ku ki pagën, gjitha i ki, që të puna, fitimin funditis ma bjenë mu. A i punan, e fitimin funditis e qënë, kujshis për balla atje. Që këj njeri, që është do këta? A është e dhimshme? A është e shtirë e përballushme? Pa dëshim se po. Të ndërozë, lëzër, kjo është një shembull praktik me e parafru çështjen, nga se në raport me Allahun është largë. Ti nëse ke marrë këtë shëptor, ti krejt qka ja ki jep të ke fundit, edhe ti ke marrë dikon. Ja i ke fitu, ja ti ka dhënë dikush. Po me mbi gjitha Allahu Gjellera të ka furnizu. Prastaj, këti shëptorit ja pagun një pjesë caktuar të asaj që i duhet. Po tirat kush e jep, frymën kush e jep, shëndetin kush e jep, forcën kush e jep, Allahu te barekutaala. Edhe pet duket të ranë kush kanë të dikush tjetër. E çka të mërmenja, Allahu Gjellera është krijuesi, kujdestari. Krejt njeri çka ka, i ka pe Allahu te barekutaala. Krejt organet e brendshme e tjashtme që funksionojnë dhe të shërbeshme to janë në mbikëqyrjen e Allahut dhe funksionojnë dhe shërbejnë me lejen e Allahut të mënduar. Ti tash po më shem mu, po më dëgjon mu, apo mirë, kush po kujdeset për këtë proces që të shkon mirë, pa problem? Allahu Gjella Wala. Ti si e të kujdes? Ti e duke ngu mu, ama procesin e dëgjimit që e bën veshja, a i të kujdesi? Jo, që e të kujdesi? Ma dje, unë e ti, asë nuk e kuptojmë këtë proces që shëndodhë bile. A kuptojmë? Jo, me vetë dikon hajtë kalëzëm, që është fjale e jam rinë të ti, edhe që është ti e dëgjën në zdin. Nësë dim këtë punë. Me gjithat, na po dëgjojmë, na po të shojmë, që është ndodhë që ti me pa mu si objekt për pala, që është ndodhë? Që është ndodhë këtë procese, apo? Ako e dim këtë punë? Ama na të shohim. Mirë, ti po vazhdon me përfitu nga këto shqisa, nga të dëgjuarit, nga të pamërit. Dhe të njëjtën kohë po të funksionon zemra, mushkrit, mëlqia, këtë po funksionojnë. Një fabrik e tërë, që ndoshta qindra punëtor me angazhu, nuk mundën më kujdes për një fabrik, çfarë kiti më rana. Këtë kjo po funksionon, edhe ti normal për rënë. Mirë, dikush o ka i rënë më mrapa kësaj pune. Se kjo s'është që ashtu të bashkë. Ti është vetëm, apo? Përndajte, nëzër, gjitha këtu Allahu në i mundësan, gjitha këtu Allahu në i jep, e njëri pas ta jebën argatin dikuj tjetër. A është normale kjo punë? Nuk është. Edhe ato që ka Allahu kërkon nga ne, nuk i duhet Allahu të barekutaala. Që ky njëri, që ky e ka marrë komplet fitimin e ka qua ati, e ka dëmtu se i vim këti fitimi. Po në qofë se për shembull, fitimin e shëndetit ton, fitimin e pasurisë ton, fitimin e jetës ton, ja qëmë dikuj tjetër, a dëmtojt Allahu? Jo. Ati nuk i duhet fare këj fitim, po e ka për neve, që ne të fitojmë e të shpërblemi, e të jetojmë si duhet, mirë njës dhe Allahut dhe të shpërblyer nesër ditë e takimit me Allahun Gjelle Gjelalu. Rëndaj, Allahu Gjelle Wala ka kërku nga njeri, disa obligim me i kry. Pse njeri nuk i kryn? Për shkak se i shërben dikuj tjetër. Kujt i shërben? Epshit vet, kujtës vet, i shërben lakmiz vet, pritan mu qu, ku me qu, qka me bo, tani duhet do pun tjera milion, do mon kalkulen bazë të interesit e psharak. E mirë,
Këti që po i nështruash, e po i apo qefin, e po i rën hizmet e gati, qëka të ka dhonë kë? Kurgjë. Kjo veç të merë, kjo kurgjës t'jep. E këti që veç po të merë, po jep ka të shumë. E ati që veç t'jep, e së të merë kurgjë, ati që ke dhonë. Prandaj, shikoni të ndërvëllëzër, besimi në islam është i logjikshëm. Në islam nuk ka besim të pa logjikshëm. Pse ne kërkojmë që vetëm Allahu të adhurot? Ja argumentet. Qarta. Ama së është kjo çështja e bestutnisë, e pa kuptimt. Për shembull, çfarë argumenti kanë pas mundësi me pru Kurejsht e Mekës kur kanë adhuru idhujt? E ka marru vetë, me dorë vetë, e ka marru, e ka vendosë, ka në që kjo Zoti. Hajtë të spjega ma logjikisht qështë që kjo Zoti. S'ka logjik. Ka thonë, inna wajadna aba'ana ala umma, na kështu i këna gjithë babalarë, që shtu ata e në konë, na mas tyne, s'ka këtë logjik. Jo, ka logjik. Respekt për babën, për babgjyshin, për të kaluarën, a më du pas logjik. Se s'ka logjik, s'moj me vazhdu. Ta, bënd të diqka pa logjik, kështu ta, s'mus ma ka pas, as ma mërme që është mirë kjo puna ma, unë e bëj, jo se bëj. Në Islami ka ushqy logjikën me argumentet shëndosha për ta binë në saktësinë dhe vërtetësinë e besimit në Allahun dhe adhurimin ndaj Allahut te barekutaala. Çdo segment i besimit në Allahun është i logjikshëm. Çdo segment. I kapshëm, i shpjegueshëm. Po kështu tek tjerë nuk është. Tek tjerë nuk ka kështu, për shembull. E përmana për shembull idhujtarët. Ose për shembull dikush që shkon e lut një të vdekur. Ai vdekun ka vdek para 100 vjetë, 50 vjetë, edhe shkon ato e lut. Çfarë logjike ka kjo? Allahu xhallahu çka tha? A ju ndëgjojnë kur ti thërni? Atë ninaj. Nuk ninë Allah. S'ka mundësi se është komplet i vdekur. S'punon kur gjëtaj, ka shku. S'nin. Që ka për pejgamberin alayhi sallam, pejgamberi Allahut është. Pejgamberi jetojnë një jetë varreza dallim për njerëzve. Megjithatë, ti më shku tek varri i tij më thon, oj dërguar me Allahut, s'nina jam. Po ka thonë pejgamberi alayhi sallam, dërgoni salavat mbi mua, nga sa Allahu ka caktuar melek të posaçëm që e marrin salavatin e juaj e ma bin mua. Po me ndërmjetësim, ama i direkt nuk nin. Ka shku. Andaj të ndërvëzër, muslimani adhuron Allahun xhallahu ala me bazë në argumenteve logjike. Argumentet e shpallës janë argumente logjike. Argumente shpallës e ushqejnë logjikën dhe e arsyetojnë adhurimin që e kërkon Allahu nga njerëzit. Nga se s'ka kuptim. Hajtë rënëje këtë logjik që e përmana. Allahu po t'jep këtë, Allahu po t'krijan, Allahu po kujdeset, Allahu është i gjithdijshëm, i të fuqishëm, ama për do punë unë di më mirë. A është logjikshme? Ja, s'është logjikshme. Ja i më i dijshëm, ja diçka din e Allahu s'din e këtë nuk ka zot më, ka problem këtu. Prandaj Islami të ndërmjetësor ofron një tërësi udhëzimesh të besimit që janë të lidhura njëra me tjetrën. Janë të lidhura njëra me tjetrën. Nëse një bjen, s'lidhen me tjerat. Shikoj sa bukur e ka lidhë Allahu xhalla xhelaluhu besimin me një sure të shkurt, që krejt e dim atë sure. Fëmija e mësoj këtë sure. Njëri mas pari këtë sure mësën. Por sa është përmbajtësore dhe sa lidhen me zvete, që është tjetë. Surja Al-Ikhlas. Kull huwa Allahu ahad. Kush është Zoti jonë? Në çka besojmë ne? Thuj Allahu është jo një. A ahad nuk është një. Ahad është i vetmi. I vetmi. Për shembull se thush një, çka pason mas një? 2. Apo numerik është 1, 2, 3. Andaj jo një. Ama kur është ti i vetmi, a ka mos i të me thonë tjetëri tani, ti i dytmi, s'ka i dytmi. Nuk është preke. Kjo është i vetmi, po pastaj të poshtë atje largë tjerë të vinë pastaj. Ama një është i vetmi. Që Allahu xhallahu është i vetmi.
Allahu është i vetmi. Çka është i vetmi? Allah. E çka është Allah? Ai që meriton të adhurohet. Çka është Allah? Andaj Allah kul huwa Allahu ahad, i bjen Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Askush tjetër pas tij. Kjo është kërkesa e besimit. Ç'kjo besimi jon? Mirë, hajde tash po e dëgjojmë argumentin e besimit në këtë sure. Pse Allah është i vetmi që meriton të adhurohet? Për shkak se është as-Samad. Kul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. E çka është as-Samad? Një nga kuptimet kryesore është as-Samad është ai që të gjithë kanë nevojë për të, të gjithë kthehen ka ai, të gjithë kërkojnë prej tij e ai nuk kërkon për askujt. Ç'kjo e çata o Zot? E ma gjej një pas Allahu që është pra? Pas Allahut një që është që këtë ka nevojë për taj, për kërkan s'ka nevojë. Kur si duhet? A ka dikush në dunja që është? Ja s'ka. Që kryetari, mbreti më i fortë në dunja ka nevojë për këshilltar. Ka nevojë për shembull, ushtar, ka nevojë për mbrojtës, ka nevojë. Ka nevojë për mjek, me më smu, kush e kyr? Allahut nuk i duhet askush. Si duhet askush? Për ne këndojmë mas namazit gjithmonë Ayatul Kursin. El Hayyul Qayyum, i gjalli që kujdeset për gjithçka. E për atë nuk kujdes askush, se s'ka nevojë. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Zotin tu nuk e kap koti as gjumi. Çfarë është Zot? Apo logjikisht? Me po me ton të dikosh për shembull, apo do me besu me një Zot vetë sa u dal tazë i re. Është më i fortë. A më vesh flan natën. A pranon? Jo, thoshë, me po me pas lazëm për të natën, çfarë bëhet? E valla të më prit diçka, sa base ai s'qot. Jo, më për çiz Zoti vet. Për me flajtë më lodh janë vet. Më vjen dikush që s'flan, që më kshyr mua kur flaj. A kuptoj logjikën e besimit? Ama të tjerë të gjën për shkak Zoti u lodh, ul ka pushu. Qysh më Zoti lodhet Allah. Që ata marrin ditën e dillë po shem shtunë po shem, u lodh Zoti. Na kena ditë xumaja, mos e kem pse Zoti po shon. Po e kena për shkak se ditë e veçantë e javës e i vjen falem xhami. Ama jo që Zoti lodh, Zoti s'lodhet. Ose për shembull gaboj Zoti e përmirësoi filon pejgamberi. E pse ka qenë pejgamber pra? Nëse pejgamberi din më mirë se Zoti, s'ka logjik, apo kuptoni? S'qëndron Allah, s'ka logjik. Andaj Allahu Samad, Allah është i vetmi që meriton të adhurohet për shkak se të gjithë kanë nevojë për të. Ai s'ka nevojë për kërkën. Nga dëshmit, shikot, dëshmi mas dëshmije, provë mas provë, argument mas argumenti. Nga argumentet se aja është i vetmi që meriton të adhurohet e para, dhe e dyta nga argumentet se të gjithë kanë nevojë për të, aja s'ka në për asken është, lem yelid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Jalla wa Ala nuk ka lind. Çka është argument se? Është argument se s'ka në për kërkan? Ti për me egzistua, ke pasni për babë, për nonë. Po, e une, kene varsi, si e i pavarën. Ti për me anë dunja, ke qeni varën për dikuj tjetër. E aj dikush për me anë dunja, konë për dikuj tjetër. E që shdo dete? Ademi a.s. Andë aj që ka varsi për dikuj, s'ka mësi me konë zëtë. Eksistenca e dikuj që lidhet me eksistencë e dikuj tjetër, së është zëtë. Aj që eksistenca e ti është e pa fillim edhe e pa varën, nuk lidhet me asken qaj o Zotë jenë. Pra ndaj ka në surën Ikhlas, lem yelid. Allahu se ka lind asken. Se ka lind, Allahu s'ka djallë, Allahu s'ka thmi, s'ka qik, s'ka kështut. Se tani sërë Zotë. Pse? Po me pas djallë, që i bjenë? Dhe me thonë, kush e trashëgon të një babën? Djalli. Apo tani dojnë hiset. Une e kom qiton dunjas, ma dhurin mu, ti me rëshit. Ja, së është e kapshë, kemi do hiset baba me djallë, e na me besu dëve. Së mundim, atë. Nuk mundim, njonin. S'ka logjik. Se ka lind kërkan. Nëse e ka lind i kanë, du të me pas një grua në i bura, dikon me pas, e vetë së në lind. A përre që është të këndaj të komplikohet situatat. Si të ka munges logjike në besim, komplikohet situatat. Me njere, nuk përdojnë efekt logjik. Olem jullet, asë kërë që lindën, që kërë që përë, se ka lindë kërkosh. Olem jekun lehu kufuven ehad.
është i vetmi që meriton të adhurohet për shkak se nuk është i ngjashëm me të askush, si Allahu ose kërkush. Sa kërkush si Allahu xhalla xhelalu. Prandaj kuptuat logjikën e besimit. Edhe logjikën e adhurimit. Çka është? Pa njeri ja del këtë dunja me që po flasim për çush më ja dal, që kjo është lidhja e ligjëratave tona, si ja dolën ata, si ja dalim na me besu drejt, momentin kur boron besimin nga shpallja dhe përputhet me natyrën e njeriu dhe përputhet me logjikën e njeriu. Normal, shpallja nuk ka patjetër logjikë ka me provu shpalljen. Patjetër, pse? Për shkak se ai që ka zbrit shpalljen është ai që ka kryer mendjen. S'ka kundërshtim, e pamundshme. Prandaj të ndërgozur çdo kërkesë në Islam ta përmbyllim me këtë. Çdo urdhër që Allah e ka kërkuar nga ne është urdhër i cili përputhet me natyrën e njeriu. Mbrana mundësive e njeriu edhe në dobit njeriu është. E nëse njeriu i shpërfil gjitha këto e nuk e zbatën urdhën, atëherë çka ka ndodhur? Fatkeqësisht ja ka bu argatllëku ndiku që s'ja vlenas, ndoshta një çerpik cynit më javon, ne më diçka më shumë. Epshit vet ato. Prandaj duhet më kthy një logjika, më në minu. Që ta Allah na ka thirrë shpesh në Kur'an, ktheu në menën. Më na prietën tonë, kush po të furnizon, kush po. Ti çka po jam Zotit? Ti çka un për Zotin xhallahu xhalu? Sepse ai s'ka nevojë për ty as për mua. Andaj kjo në ashtu të pendimi, kjo në ashtu të përmirësimi i gjendjes, të largimi nga punë të këqija, kur kemi qasje, domthonë vetë kritike, kur kemi qasje, vetë llogaritse, edhe logjike, kashi jetës tonë, kashi veprimtarisë tonë dhe punëve tona. Allah na përmirësoj gjendjen për të mirë. Allah na mundsoj që të jemi gjithmonë në vijën e besimit të dur, me atë që mbush zemrat tona dhe lëviz mendjet tona. Kjo për sot e vazhdojmë prapë inshallah bi'idhnillah. Zoti ju shpërblet. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.